Në një kohë kur kombet luftojnë për të forcuar demokracinë, zhvillimin dhe reputacionin ndërkombëtar, Shqipëria ka zgjedhur një rrugë të çuditshme, spektaklin politik me nuanca groteske. Në qeverisjen e Edi Ramës, Karagjozllëku është kthyer në një armë strategjike, një formë diplomacie alternative e mbështetur në meme, ironi, AI ministre dhe qime mustaqesh me buzëqeshje të përhershme për kamerat. Shkrimi i fundit i The Washington Post, që pyet me ironi a mund të hyjë Shqipëria në BE me humor, është shumë më tepër se sa një titull luzonjar. Është një pasqyrë saktë e realitetit absurd që përjetojmë, një vend që përpiqet të maskojë dështimet sistematike me fasada digjitale dhe figura kloun është të vendosura si alternativa politike. Florian Binaj, një aktor humoristik i kthyer në kandidat për kryebashkiak të Tiranës, është vetëm produkti më i fundit i këtij realiteti të mbrapsht. Në një vend ku politika është kthyer në teatr të shëmtuar, është fare e natyrshme që aktorët e komedisë të duken më të sinqertë se ata të parlamentit, por kjo nuk është zgjidhje, është simptom. Ndërkohë, Edi Rama, kryeministri që nuk i ndahet as ekranit të CNN-it, as fotove me Macron dhe Scholz, vazhdon të sillet si një showman ballkanik që shet Shqipërinë si startup kreativ me ministre digjitale, por që nuk arrin të mbush burgjet me ajdutët e vërtet. Ai tregon botës bunkerët si atraksion turistik, por jo zonat e papunësisë, eksodit dhe betonizmit që i ka kthyer qytetet në fortifikata çimentoja. Në çdo forum ndërkombëtar, Rama shfaqet me humor të trash, batuta me arrogancë dhe një sjellje që e bën të duket si një version ballkanik i Boris Johnson, vetëm pa fjalorin. Në forumin e Davosit ai u përpoq të bënte ironi për emigracionin shqiptar, duke përmendur eksportin e talenteve, ndërkohë që Shqipëria përjeton largimin më masiv të rinis në dekada. Në samitin e Berlinit, ai deklaroi me krenari se Shqipëria është një histori suksesi për BE-n, pa përmendur që renditemi ndër vendet më të korruptuara në kontinent, sipas Transparency International. Ndërkohë që lider të tjerë ballkanik si Vučić apo Kurti luajnë me karta të forta të real politikës dhe lobizmit ndërkombëtar, Rama zgjedh të bëhet meme duke shpresuar se bota do të harrojë të pyes për numrin e dosjeve në SPAK që prekin qeverinë e tij. Kjo është loja e tij, të tallet, të relativizojë, të rrëshqas mbi absurditetin, duke mos dhënë llogari për asgjë. Ai qesh me problemet e Shqipërisë, ironizon opozitën dhe luan rolin e reformatorit, ndërsa vendi zhytet në korrupsion institucional dhe drejtësi të kontrolluar. Ai nuk fton më për debat, ai performon. Shqipëria ka një popull që meriton dinjitet, jo shfaqje, një shtet që kërkon integrim në BE, po jo përmes memeve apo konferencave të shtypit me tone tallse, por me institucione të forta dhe drejtësi reale. Deri atëherë, le të qeshim sepse po s'qeshe, do të marr malli për të qarë.